Faleminderit për ftesën e një herë. Me lejani fillimisht t'ju them se si o dhe farmacistëve vazhdimisht kemi qenë krah këtij ligji. Një ligj i cili do të rregullonte tregun, do të rregullonte çmimin, do të përcaktonte marzhën për farmacistët, kolegët tonë, sepse shumica janë duke punuar në laboratorë private, por jo vetëm atë, por edhe marzhën dhe tregun dhe blerjet, prokurimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Pra, do të rregullonte shumë gjëra, por ligji si i tillë, si ligj, ne nuk e kemi atakuar gati kurrë. Ndoshta ka vende ku mirë, po vendimet janë ato që i kemi atakuar, vendimet e shpeshta, e kam thonë edhe diko tjetër, vendime apo veprime disi diletanteske, amatëreske nga njerë Cilat janë ato vendime? Ministrin detyrë tani, vendimet të cilat nuk i nxinin 4 ditë apo 5 ditë dhe nxirrin një vendim i ri, vendimi për përcaktimin e çmimeve. Aty është një komision i cili bën përcaktimin e çmimeve, kanë metodologjinë e përcaktimit, e cila fillimisht është bërë ndryshe, pastaj ka kaluar është bërë ndryshe dhe jemi në këtë situatë që gjatë misionit do të kemi kohë dhe mundësi ta shtjellojmë, ku kemi mungesa në treg, po jo vetëm në tregun privat, por edhe aty ku vetë Ministria blen barna. Pra, rastet e fundit e kemi pas glukozën, që është një barë esencial që është i lirë, që do duhet të gjindej çdo kohë, çdo herë, çdo kohë në secilin laborator, pra ka pas mungesë, kemi pas shumë thirrje. Sonte kishim një kronik në lajmet e mbrëmjes që nuk ka glukozë, nuk ka antibiotik, nuk ka plot gjëra glukoza si glukozë, nuk ka një domethënie shumë të madhe për pacientin. Mirë, po çështja është se nëpërmjet glukozës ipet një terapi e tonë e cila është e domosdoshme dhe e nevojshme. Pse mungon glukoza konkretisht? Çfarë ka përcaktuar ose pse ka afektuar? Po në takime edhe në konsulta që kam posë me disa nga edhe që importojnë, po edhe këtu me laboratorë thënë se nuk mund të furnizohemi sepse çmimin që ja kanë vendosur është më i lirë se sa çmimin që ata importojnë nga vendi i origjinës. Domethënë është një anomali. Për ato po them edhe këto veprime nuk janë për mendimin tim. Nuk janë veprime të qëlluna, nuk janë vendime të qëlluara, sepse keni parasysh. Jemi të jetu me një etapë, me një kohë kur e mbar bota ka krizë, sidomos Bashkimi Evropian për barna. Dhe është duke u menduar edhe është duke u propozuar që të miratohet një akt medicinal kritik, siç i quajnë ata, në kuadër të BE-s, ku janë disa masa që do të ndërmirren për furnizim të vazhdueshëm dhe të pandërprerë të qytetarëve me barna. Kurse ne jemi dalë si një vend i vogël këtu, edhe me nxjerr kësi vendime të cilat edhe më shumë që rregullojnë, në vend të rregullimit nuk besoj që është e mirë, po gjatë kohës do të kemi kohë ta diskutojmë. Mirë, tani ky vendimi me siguri është nxjerr duke u bazuar në ligjin që aktualisht është në fuqi. Por kur mirët vendimi... Po jo, ka qenë në kundër ligjit, e kemi atakuar edhe në aspektin ligjor, ka qenë, disa pika kanë qenë në kundër vetë ligjit. Vetë ministri dhe ekipi i tij marrin vendim që bien kundërshtim me ligjin që e kanë miratuar vetë gjatë kësaj qeverisje. Që është miratuar në kuvend. Po, gjatë qeverisjes kurti është bërë ky ligj. Ligji, po tham. Na thoni, na shpjegoni ju ose edhe zoti Sejdiu mund na shpjegoj këto vendimet kur mirët kështu, kur mlidhet ai kolegjiumi për të përcaktuar çmimet. Konsultojnë një gamë të gjerë njerëzish gjitha ata që afektohen prej këtyre vendimeve, apo janë thjesht një grup i vogël njerëzish që vendosin se si u merr mendja atyre? A janë përfshirë odat në përpilimin e atyre listave? Po të them neve si oda, absolutisht nuk ka pas një mos transparencë plot nga ana ministrisë në raport me ne si odë. Ligji për odat e profesionistëve shëndetësore obligon edhe ministrinë, po edhe odat me qenë bashkëpunëtor të ngushtë, sepse ta kemi një gjë parasysh. Ligjet nxjerren për të mirën e përgjithshme për qytetarët. Këtë rast ky ligj është për gjithë qytetarët. Qytetari është edhe ministri, edhe qytetar, edhe profesionist shëndetësor. Në mes të ligjit, në mes vendimeve të qytetarëve ekziston një pjesë
gri e cila është profesionistët shëndetësor, nëse nuk ka mundësi të implementimit deri në fund, atëherë për çka ke bëma ato vendime? Vetëm gjithsjellë të Për transparencë të publikut, ne sonte kemi ftuar edhe sekretarin e Ministrisë së Shëndetësisë, zotin Naim Bardiqi, por na ka thënë që ka plane tjera, nuk e ka parë të arsyeshme të jetë i pranishëm në këtë debat ku po flasim sonte në veçanti për ligjin për produktet medicinale. Doktor Sidiu na thuaj, kanë denoncuar doktorët këto të lashe që ka shkaktuar ky ligj, çfarë vëreni ju pasi ka hyrë në fuqi ligji për barnat? Ndër 6 shtyllat kryesore të një sistemi shëndetësor, tas po guxoj me folja edhe para Saranda se ka hi Ju ka hi në sektor. Në sektor, në thelbin e sektorit është çështja e qeverisjes së leadershipit. Me shtjellu është çështja e politikë bërës, ngritjes e politikave të qëndrueshme të një sistemi. Edhe të kornizave të ligjore të cilat bojnë. Çka mund të them tash, ka që 8 vite, nuk po thomë vetë kjo qeveri, ka që 8 vite. Çdo gjë është bërë në Ministrinë e Shëndetësisë nga ministrat 1, 2, 3 hape kundër ligjor. Po pse, nëse bëjnë kundër ligjshëm, në interes të kujt veprojnë? Derisa janë të gatshëm të bien dash me ligjin, të rrezikojnë pozitën, kredibilitetin. Po kjo është problemi se nuk rrezikojnë asgjë. Cili ministër ka shkuar në përgjithësi edhe penale që ka pas raste për mos zbatimin e ligjit. Asnjë nuk ka shkuar. Nuk ka një vlerësim të performancës e ministrive nga ana e performancës jo asaj financiare, po performancës të politikave, të zbatimit të politikave. Ju si Oda, e keni parë ndonjëherë mundësinë që të bëni kallëzim penal ndaj atyre që po shkelin ligjin? Nuk kem dashur asnjëherë me vitet tona që të bim konfrontim, po të hapim rrugë të bashkëpunimit. Po jo, nëse presim që prokuroria ex officio të nisë time, shohim që nuk nisë time. Tash ju tregoj, edhe kuvendet edhe vetë kryeministit Kurti, se ju kanë qitë lajthithjet filan rregulloria është në kundërshtim me ligje dhe keni mja po sherrën, për çka kena me folë ndërkohë. Edhe janë vepra penale që janë bërë duke bazuar në atë rregullor që kanë shu kryeministri Kurti, që ne e kemi ngritë të gjitha odat bashkë. Cila rregullore bëhet? Është për shtetasit e huaj në Kosovë. Doktorët e huaj që vinë punojnë në Kosovë. Po. Anën tjetër, udhëzimit administrative të cilat dalin 80% për tyre në kundërshtim me ligjin fuqi. Ne kemi kërkuar pe ministrit, ndrojmë ligjin, e ndryshojmë, po mos e shkelnin ligjin. Po nuk ka përgjegjësi në shkeljet apo vendimet antiligjore që nxjerrin apo regulativën që derivon nga ky ligj. Drejtoni prokurorisë, denoncim kallëzim penal i bën. Cili është rezultati? Nuk mirën me shkeljet ligjore të politikanëve. Kjo është problemi kryesor. Unë kam pa, ditëve të fundit, unë kam pa auditimet që i kam bo. Po, të thënë drejtën, ne, si unë, nuk jem marrë asnjëherë me çështjet financiare të auditimeve. Po, me vitet tona kem kërkuar, do të thonë, auditim klinik, auditim funksional të institucioneve, po dhe të vetë ministrisë.